vërtet i privilegjuar që mora një ftesë për të marrë pjesë në aktivitete të tilla, duke shpresuar që nuk ka qenë vetëm arsyeja e statusit deputetit për këtë ftesë. Dua që të shpreh mirënjohjen organizatorëve, sepse unë mendoj se krajina e Myzeqes ka nevojë që të promovohet në identitetin e vet, jo vetëm si një krahinë e urtësisë që shpesh mund të jetë konsideruar deri në përullim, por si një krahinë që i ka dhënë kombit shqiptar zhvillim, progres dhe ajo që unë do të theksoj më tepër është shtetëformimi. Dhe në një vend si ky yni, ku historia e shtetëformimit është kaq e shkurtër, pra që fillon vetëm nga viti 12, dhe që me të drejtë Naimi bënte thirrje për të parë lulet e tjera, që do të ishin më të vjetra në kuptimin e traditës, mendoj se të kesh një mundësinë premtimit të një 95 vjetori, të një institucioni të tillë, siç është arsimi, një nga shtyllat e formimit të një kombi dhe të një shteti, mendoj se hyn në përvjetorët kampion. Dhe unë dua të rikonsideroj edhe një herë si fat që bëj pjesë sot në ushtimin në Thojzaj që po i bën Libofsha Tiranës sot. Pa jam dhe unë njëri prej jush në këtë pushtim demokratik edhe arsimor. Gjithashtu, përveç shkëmbimit të shkollës së parë shqipe në Libofsh, pra në Myzeqe, edhe ajo që u tha lidhur me shkollën e parë kombëtare bujësore, shkutoj së një nga evenimentet dhe institucionet që duhet ngulitur më mirë në kujtesën tonë, jo vetëm myzeqare, por në kujtesën tonë kombëtare.